drejtë me thonë, aty ku më kajtës. Ata e konsiderojnë si me kanë fëmiju im. Për fatë, e kom pa që ka pas mundësi edhe fëmiju im me pa pas njëjtin fatë. Ka fundi në 98-ës kanë ardhë mjekët prej Amerikës dhe i kom marrë dhanat në kryqin e kuq të Kosovës me profesor Yusuf Dedushen, ka qenë kryetar i tonë. I kemi shku dhe kemi bisedu me këta mjekët dhe i kom dhënë dhanat për pacientat të cilëve i kom nxjerr shënimet prej protokollit dhe kam pas raste të pacientave të cilëve të vendi i profesionit ju ka shkruar profesioni terrorist. Dhe i kam 17 pacient të tillë të cilët kanë qenë me këtë profesionin terrorist. Ndërta është edhe një pacient i ri, 17 vjeçar, Naim Qufaj, pe Deçanit, pe Prelepit, ka qenë në mos gabofsha lagja Arbana të Pejes, dhe edhe ai ka qenë i plagosur në anën e djathtë të Krahnor, i cili ka qenë në kirurgji, gjithsesi në kirurgjinë, ajo dashtë në kirurgjinë torakale me qenë se ka qenë në toraks i plagosur, mirë po e kanë prunë në kirurgjinë vaskulare. Dhe aty kemi pas numrin më të madh të pacientëve të plagosur, edhe këta 17 pacientat me profesion terrorist, të cilët i kanë prunë aty, edhe të tjerë që kanë qenë, po s'janë kanë me këtë profesion terrorist, i kanë prunë në kirurgjinë vaskulare, në par mënyrë edhe me na lanë si fajtor që kënë se just si një kujdes që duhet apo diçka ngjashme, mirë po edhe me koncentru milicin mas shumëti në kirurgjinë vaskulare, në mënyrë që mos me pas polic shumë, mos me met veç në spital, se ishin edhe në për teren të luftu me forcat e UÇK-s, kështu që i kanë prunë në kirurgjinë vaskulare. Dhe aty kanë hjek drejtën me thonë, sidomos këta që kanë me këtë profesionin terrorist, i majshin disa ditë dhe i marshin, i dërgojshin në burgje. Sikurse gjokën drejtën që thash, në këtë Naimin e kom marrë, kënëse me ja ba disa analiza në prodrom, dhe e kom dërguar deri në shtëpinë time, në Matiqan, dhe e kom majt 12 ditë. Mas 12 ditë kemi ranë në kontakt me Zherka, ka qenë edhe ambasadorë pas luftës në Bullgari. Aja kanë ardhur në shtëpi te une, kemi bisedu me ta, ai është 17 vjeçar, ishte pak më i vjetër se djali jam, se djali i madh imi, dhe kanë nejt 12 ditë aty, bisedu, qysh me largu se në atë kohë ishin 30 shtëpi sërbë në Matiqan. Thosha mos po hetojnë edhe po ma marrin ata, s'kishna qef, dhe gjatë qëndrimit në spital ka ardhë gjyshi i Naimit edhe kjo nana Naimit, se babën se ka pas, dhe kanë vizituar. Mirë pas se lashin me vizituar të Naimi, a ishte në dhomën
përballë, unë e kam pas për fat dhomën përballë tina zyren. Dhe i kam shti në zyren time edhe i kam qelë derën te Naimi, e bisedeshëm na nërmja veti se milicë sërbe ishin në korridor dhe bisedeshëm me babgjyshin e tina dhe me nanën e vet dhe e ndjejke Naimi edhe ndoni fjalë folshin kur isteshëm që u largun këta milicia, kështu që e kanë pa që është gjallë, e mora mas pas, dërgova në shtëpi dhe të një kom najt kontakt me vllaun e tina në Zvicër që ka qenë. E bam punën qashtu që përmes Sinan vlla Saliun me këtë kryeziun, me këtë zherken, ranë kontakt me Ismet Begjetin dhe im shkuës bashku me Fadil Latifin, është i Kumanovës, dërsa mishti ka në Preshevë. Me Fadilin më kanë në 3 luftat zbashku me ta, kështu që shkuëm e dërguam me këtë Naimin, nuk kishte ID. Po, kështu që e dërguam me autobus shkuam, për fat mirë nuk na kontrolluan, e dërguam në Preshevë te miqtë e tina dhe prej aty u ardh Ismet Begjeti, e ka marrë, e ka dërguar në Kumanov dhe jemi marrë vesh përmes telefonit, tek në 2002 jam taku me Begjetin. Asnjëherë kështu, kur jam shkuar për vjetër të luftës UÇK-s të Maqedonisë, në fshatin, në spitalin e kemi pas në Likov, ndërsa fshati ku kemi majt këtë manifestimit, aty im takua, kur im dal me fol, atëherë më afrua Begjetit, tha, boll, shpesh kemi fol në telefon, po tash po të shoh që jemi në qatë fshat para. Kështu që e dërgova këta, ka hjek shumë Naimi, e ka marrë Begjeti me qunë, ja ka bo një pasaport falte, ka qunë atje në Zvicër, e kanë zanë, e kanë prunë në Shkup, prej aty e kanë marrë prap Begjeti, si duket me pare, e ka kthyer, e ka qunë rrugë tjera në Shqipëri, atje u konë spital, prej aty ka bo pasaportën shqiptare, masana ju shku në Turki, dhe pe Turkisë në Shqipëni prap, edhe prej Shqipënisë në Zvicër të vllau i vet. Pas çlirimit u martua, jemi shku njëherë me që këtë Fadilin, e kemi vizituar, se ka pas ende gjyshin edhe nanën e vllaznin, dhe me pas u martua, ai janë martua veti treti, 3 vllazni për një ditë, jemi shku une me vllaun edhe me këtë Fadilin, që të shokun që jemi kanë gjatë luftës, dhe ka ardhur Ismet Begjeti zbashku me këtë shoqërinë e vet, dhe ka kënuar ndarcmen e këtij Naimit. Drejtë me thonë, aty kum kajtë. Ata e konsiderojnë si me kanë fëmijë im. Për fat, e kam pa që ka pas mundësi edhe fëmiju im me pa pas njëjtin fat. Kështu që mu ka ardhur mirë që jep puna mu martu. Edhe me janë ndarsu
edhe ne që e kemi trajtuar, po ashtu edhe Bexhet, ky Ismet Bexheti, cili erdhi me i ba dahës.